Sot më 24 qershor 2025 në të gjitha qendrat e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Vlorë Himar u zhvillua provimi i fundit i maturës shtetërore, AI lëndëve me zgjedhje. Provimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30, ndërsa numri i maturantëve pjesëmarrës ishte 1121. Për mbarvajtjen e procesit u morën të gjitha masat organizative dhe teknike në përputhje të plotë me udhëzimet dhe rregulloret e maturës shtetërore. Për zhvillimin konkret të provimit u angazhuan 129 administrator provimi, 6 përgjegjës administrimit, personel teknik dhe staf mbështetës në mënyrë të sinkronizuar. Ky ishte provimi i lëndës me zgjedhje. Po, ekonomia. Nga provimi që keni zhvilluar, ky ishte i fundit, cilin mund të cilësoni si më të vështirë? Të matematikës. Provimi ishte çik i vështirë për nivelin tim, po që ishin të tëra ushtrime të punuara. Kishte vështirësitë aty dhe i lehtë ishte. Provimi që keni zhvilluar, ky është i fundit. Po. Tani më i vështirë për nxënësit është matematika, po për mua është gjuhë letërsia, se jam pak e dobët e ka. Ne kishim zgjedhur ekonominë më të shumtit aty dekadi ku ishim na. Po për studimet e vazhdueshme apo jashtë? Këtu në Vlorë. Maturantët shprehen se provimi ishte i vështirë, por jo aq sa i matematikës, i cili u konsiderua si më sfiduesi. Ndërsa ndër lëndët më të përzgjedhura për provimin me zgjedhje, ekonomia rezultoi të ishte e preferuara nga nxënësit.